Transporti, ushqimi dhe pijet janë shtrejtuar. Enti i statistikave ka regjistruar një inflacion prej 4,8% në maj të këtij viti, krahasuar me majin e vitit të kaluar. Ndërkohë çmimet me pakicë janë rritur për 5,6%. Nga raporti i statistikave mund të shihet se brenda një viti, pothuajse gjithçka është shtrejtuar. Rritjen më të madhe ka pasur transporti me 11%. Sa i përket produkteve ushqimore, goditja më e madhe është e mishi. Nga viti kaluar deri më tani, çmimet e mishit janë rritur me gati 9%. Pas tij vijnë vaj, qumshti, vezët dhe pijet alkoolike. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se qeveria po e ndjek me kujdes gjendjen me inflacionin dhe po shqyrton masa që do të jenë me interes të qytetarëve, por për momentin nuk do të ndërhyjnë në çmimet e alkoolit dhe produkteve të duhanit. Sipas analizave të qeverisë, arsyet kryesore për inflacionin prej 4,7% në nivel vjetor gjatë muajit maj janë shërbimet e transportit dhe çmimet e alkoolit, cigareve dhe produkteve të duhanit. Ai shtoi se qeveria tashmë po zhvillon bisedime me transportuesit, pasi pjesa më e madhe e rritjes së çmimeve në këtë sektor vjen nga transporti ajror dhe çmimet më të larta të kerozinës. Për llogaritja e fundit e shportës minimale konsumatore tregon se një familje e 4 antarëshe i nevojiten 68.700 denar në muaj, prej tyre 25.500 denar janë të destinuara për blerjen e ushqimit.